aty ku nuk mund të marrin pasuri, edhe ata nuk janë të interesuar që të hyjnë. E shohin që ka potencial prapa vetes. Ky person ka qenë i cënuar prej fajdeve. A e kanë kontaktu fajdëgjit për me ofru fajdet, apo ky ka shku te ta në rastet e tjera për me marr fajdet e tjera? Realiteti është që përveç personit parë, që duket që kanë qenë bisedim së bashku, tek të tjerët faktikisht pothuajse në secilin rast edhe ky vetë është lajmëruar dhe ka kërkuar. Mirë po, ka pas që shembull të pandeurin e gjatë që kemi së fundmi, ai është. Po bëj këtë pyetje për shkak se po du me kuptu një element shumë të rëndësishëm. A bojnë fajdëgjit një hulumtim paraprak për me pa dhe potencialin sa mundet personi me pagu për shkak se dikuj që nuk ka pronë dhe nuk ka pasuni, besoj që nuk i japin pare kaq shumë me fajde. Padyshim që ata e shohin se aty ku nuk mund të marrin pasuri, edhe ata nuk janë të interesuar që të hyjnë. E shohin që ka potencial prapa vetes, sepse ti japësh sigurisht që ka ndodhur me pandeurin që thash që edhe e ka sulmu, ti japësh një personit 120.000 euro, pa e njoft, vetëm se ka ndëgju kush është, nuk e njeh as me familje, as asgjë tjetër, është bukur shifër e madhe. Mirë pa e ka ditë që prapa ti qëndrojnë pronat, ka ditë që prapa ti ka investitor që janë duke ndërtuar banesa dhe ka ditë që në rast se nuk i merr të hollat, se në fakt në realitet mund ta them lirshëm që ata nuk kanë qenë të interesuar më të hollat. Po ti marrin njësitë banesore dhe aty të arrin shifrat që kanë arritur. I pandeuri i fundit për cilin i kemi zgjeruar hetimet është vllai i pandeurit të dytë faktikisht, dhe te ky ka marrë një shumë të vogël, derisa kanë qenë duke qëndruar aty, shkon për të anku për vllain e tij dhe ai arrin t'ia jap një shumë prej 1.500 eurove, po me kamat prej 450 euro në muaj. 2 muaj arrin që t'i paguaj, pra 900 euro i paguan imbesin, edhe pjesa tjetër e pambyllur, por te ky i kërkon edhe 9.600 euro, por është fat që gjithçka e kemi të filmuar, gjithçka e kemi të provuar, kështu që pas gjitha këtyre, këta 6 pandeur, cilat besoj që arritëm edhe me sqaru sepse janë pyetje 22 njësi banesore. 22 njësi banesore të lokale afariste. Vlera, cilën ne vlerësojmë së bashku me hetuesit deri në këtë fazë mbas shumave që kushton edhe metri katror në vendin ku është marrë, domethënë arrin mbi 1.4 milion euro për kamata.